Mjeku jep urdhër të prerë. Nëse pini ujë me limon para gjumit, menjëherë duhet ta dëgjoni këtë. Të gjithë e dimë se sa i mrekullueshëm është uji me limon, dhe shumica prej jush ndoshta e konsumoni sapo zgjoheni në mëngjes ose pak përpara se të shkoni për të fjetur. Uji me limon është i mbushur me ushqyes thelbësor dhe me vitamina, gjë që e bën atë një nga pijet më të shëndetshme që mund të pihet e në vazhdimsi të dietës suaj. Ajo nxit sistemin tuaj imunitar, gjithashtu edhe stimulon proceset metabolike të shëndetshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sipas Healthy Food House, do të rendisim të gjitha përfitimet dhe arsyet pse duhet ta shtoni në dietën tuaj. Megjithse ka diçka të veçantë që duhet të mbani mend, e vetmja gjë e keqe për ujin me limon është aciditeti i ujit në limon që gërryen smaltin e dhëmbëve. Në qoftë se e dini atë dhe dini ta konsumoni, atëherë do të keni edhe shumë përfitime. Konsumi i ujit me limon i bën dhëmbët të ndjeshëm për të dyja temperaturat, të nxehtin dhe të ftohtin, duke bërë të vështirë përtypjen e ushqimeve të çmuara. Temperaturat e larta të ujit gjithashtu mund të nxisin relaksimet kimike dhe të rrisin aciditetin. Nëse vendosni ta konsumoni, të vetëdijshëm për të gjitha përfitimet e tij, më e pakta që mund të bëni është ta pini ujin e ftohtë me limon. Gjëja e parë që duhet të mbani në mend është që të lani dhëmbët të paktën një orë pasi keni konsumuar ujë me limon. Sigurohuni që të bëni një larje të butë duke përdorur furçë jo shumë të ashpër, dhe kështu benefitet që do të merrni nga konsumi i kësaj pije do të jenë vërtet fantastike edhe në mbrojtjen e organizmit tuaj, citojnë ekspertët e Healthline. Uji me limon është një nga pijet natyrale më të konsumuara në mbar botën. Konsumi i saj çdo ditë mund të sjellë përfitime të shumta shëndetësore. I lejohet konsumatorëve të shijojnë gjithashtu edhe efekte të ndryshme të agrumeve gjatë gjithë ditës, duke ditur edhe rëndësinë e madhe ushqyese që ato bartin. Uji me limon përmban një sasi të konsiderueshme të vitaminës C, i cili i jep disa përfitime shëndetit tuaj, gjithashtu mban larg edhe një sër problemesh. Uji me limon përmban acid folik i njohur mirë për emrin vitamina B9, ka disa gjurmë të vitaminës B5 duke përfshirë këtu kalcium, magnezium, kalium, fosfor, mangan, gjithashtu edhe bakër. Ajo është një produkt shumë i mirë ushqyes në mbrojtjen e shëndetit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Sigurohuni që ujin me limon ta keni pjesë të dietave tuaja të rregullta, duke ditur edhe rëndësinë e madhe ushqyese që ajo ka. Në këtë video, sipas dhe Elsaj, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të marrë organizmi juaj nga konsumi i kësaj pije. Do të mbrojë sistemin tuaj kardiovaskular. Limoni është një frut i pazakontë, i dalluar për shijen e tij acidike dhe me ngjyrën e bukur të verdhë. Por ajo që dihet më pak është se vepron edhe në favor të shëndetit tuaj kardiovaskular. Limoni përmban vitaminën C dhe antioksidant, të cilët janë të dobishëm për shëndetin tuaj të zemrës. Së bashku, këta element ndihmojnë në ruajtjen e elasticitetit të shëndetit kardiovaskular. Gjithashtu, këto veprime luftojnë në shfaqjen e kolesterolit, hemoroideve dhe problemeve të ngjashme. Sigurohuni ta pini atë rregullisht në dietën tuaj për të marrë këto vlera fantastike. Studimet kanë treguar se marrja e rregullt e flavonoideve nga frutat agrume të tilla si limoni lidhen drejt për së drejti edhe me uljen e rrezikut të problemeve të shëndetit. Ndaj dhe ekspertët sugjerojnë konsumin e kësaj pije vazhdimisht në dietën tuaj. Sigurohuni të pini ujin me limon në dietën tuaj, gjithmonë duke e përdorur me kujdes. Uji me limon është një pije e mirë antioksiduese, çka do të nxjisë një përfitim më të mirë të shëndetit tuaj. Nga përfitimet kryesore të pirjes së ujit me limon është të përfitoni antioksidantët që ai përmban. Konsumi i rregullt i këtij uji bën të mundur edhe luftën aktive kundër efekteve të radikaleve të lira në trup. Këto të fundit marrin pjesë edhe në plakjen e përshpejtuar të qelizave tona dhe degradimin e tyre. Stresi, alkooli dhe duhani janë një ide e keqe. Të gjitha këto element janë me origjinë të zhvillimit të dëmeve të trupit tuaj. Sigurohuni të pini mjaftueshëm lëngje mjaft cilësore, siç është uji me limon.
Gjithashtu, uji me limon është një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese edhe në parandalimin kundër radikaleve të lira. Ekspertët e cilësojnë atë një nga produktet fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe në lehtësimin e këtyre shqetësimeve. Uji me limon ndihmon trupin tuaj në humbjen e peshës, gjithashtu edhe në eliminimin e yndyrnave të këqija. Është një zgjidhje fantastike në mbrojtjen e imunitetit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Limoni është i njohur gjithashtu për virtytet e tij edhe në humbjen e peshës. Do t'i japë rezultate fantastike për organizmin tuaj edhe në paraqitjen më të fortë të tij. Uji me limon është i ulët në kalori, gjë që e bën atë një nga alternativat më të shkëlqyera të pijeve industriale, të cilat janë gjithashtu shumë të ëmbla dhe me shumë kalori. Për më tepër, limoni përmban kafeinë dhe pektin, që e përbën atë një nga produktet më të mira në ngopje. Gjithashtu, uji me limon është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për lehtësimin e shqetësimeve tuaja tretëse, sidomos edhe në rastin kundër diarresë. Virtytet astringente të limonit dhe përjedhoi uji me limon e bën atë një aleat mjaft të mirë në luftën kundër diarresë ose në parandalimin e problemeve gastrointestinale. Nëse keni probleme me tretjen ose vuani nga diarreja, rekomandohet të pini vazhdimisht ujë me limon në dietën tuaj. Është një nga alternativat më të çmuara për mbrojtjen e organizmit dhe në lehtësimin e tij. Uji me limon është një mënyrë shumë e mirë ushqyese edhe për të përforcuar sistemin tuaj imunitar. Siç e përmendëm më herët, uji me limon është një nga alternativat më të mira në këtë aspekt, pasi përmban vitaminën C dhe vitaminën B6. Këto lëndë ushqyese janë thelbësore edhe për organizmin tonë në betejën kundër këtyre komplikacioneve, citojnë ekspertët e Elsajt. Sigurohuni të përfshini sa më shumë produkte natyrale për shëndetin tuaj. Kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni shëndetin edhe të alkalizoni gjithashtu edhe trupin tuaj. Uji me limon është një mënyrë fantastike e trupit për të alkalizuar trupin. Bilanci i acid bazë është thelbësor për funksionet normale të trupit të njeriut. Ai ndikohet nga dieta jon, nga emocione negative ose nga ekspozimi ndaj faktorëve të jashtëm, siç është për shembull edhe ndotja. Ndaj, uji me limon është një mënyrë fantastike e organizmit kundër këtyre shqetësimeve, citojnë ekspertët e Healthline. Është e rëndësishme që ujin me limon ta keni pjesë të dietave tuaja, duke marrë edhe përfitimet e larta ushqyese. Uji me limon është një pije diuretike e shkëlqyer. Limoni është një ushqim i fuqishëm pastrues dhe diuretik, ndihmon në eliminimin e toksinave nga trupi, por gjithashtu mbështet edhe mëlçinë në misionin e saj, si dhe veshka dhe fshikëzën e tëmthit. Me pak fjalë, limoni pastron trupin dhe lejon edhe organet tuaja të punojnë më lehtë dhe në mënyrë më efikase. Limoni parandalon gërçet dhe lodhje gjatë sportit. Uji me limon është shumë interesant gjatë stërvitjes sportive, sepse trupi më pas prodhon natyrshëm acid laktik, në qelizat e privuara nga oksigjeni, i cili duke u grumbulluar mund të shkaktojnë gërçe të muskujve dhe ndjenjën e lodhjes. Uji me limon ndihmon në rihidratimin e organizmit dhe mbrojtjen e trupit kundër aciditetit dhe humbjes së mineraleve që lidhen kështu me djersitjen gjatë stërvitjes. Kjo e bën ujin me limon një nga pijet më energjike, detoksifikuese dhe alkalizuese të organizmit. Uji me limon aktivizon gjithashtu edhe tretjen dhe përmirëson atë. Uji me limon është një nga produktet më të mira që mund të shtohen në dietën tuaj për të stimuluar punën e tretjes. Është një alternativë e çmuar për të shtuar në dietën tuaj dhe gjithashtu rezultatet janë fantastike në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj përdoreni atë në mënyrë të rregullt dhe në bazat e duhura. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.